Në Spitalin Amerikan 3 u realizuan një ndërhyrje komplikuar te një pacient 71 vjeçar i diagnostikuar me kancer në laring. Pacienti kishte një histori të vështirësisë në frymarrje shoqëruar me ndryshime në zë. Kishte një stridor të lehtë, së ndryshe një zhurmë si kërcitje gjatë frymarrjes. Gjatë ekzaminimeve u konstatua një masë në rajonin glotik dhe supraglotik dhe kishte vetëm një hapësirë shumë të vogël për frymarrje. U realizua trakeostomia për të lehtësuar frymarrjen dhe marrjen e biopsisë, e cila rezultoi karcinom me diferencim të moderuar të qelizave plazmatike të laringut. Nga imazheria zbuluam kancer në fazën të 4A, me zmadhim të nyjeve limfatike dhe përfshirje të gjendës tiroide gjithashtu. Ndërhyrja u realizua nga profesori asociuar Dr. Harsha, kirurgu indian me një përvojë të gjatë dhe të pasur në spitalet më të njohura në Indi dhe SBA. Pra operacioni që kryemi ishte laringektomi totale, me tiroidoektomi totale dhe diseksion të modifikuar të qafës bilaterale. U realizuar prerja Glauc Sorensen duke përfshirë stomën dhe kemi shpëtuar gjëndrat paratiroide. Ishte një tumor transglotik që kishte shkatruar plotësisht hapësirën ajrore. U realizua mbyllja primare e faringut pasi nuk ishte përfshirje të madhe të tij. Pas riparimet të faringut, flapet u mbyllën përsëri me krijimin e një stome të përhershme. Pra ishte një rast sfidues, një zotëri moshuar me probleme kardiake që ju nënshtroi një operacioni goxha të gjatë, por gjithçka kaloi pas një komplikim apo humbje të konsiderueshme gjaku. Dr. Harsha që realizoi operacionin është profesor në shumë institucione akademike, ndërsa ka kryer ndërhyrje dhe studime të specializuara në onkologjinë e kokës dhe qafës.